Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Elhamdulillah, sot jemi në ditën e 10 të muajit Ramazan dhe korrespondon me ditën e 10 të muajit Mars njëkohësisht. Dhe jemi së bashku dhe kur mbushet ose kur plotësohet dita e 10 e Ramazanit, do të thotë se kanë mbetur edhe 19 ditë të tjera. Pra, 1/3 e Ramazanit pothuajse është plotësuar dhe ka një shprehje të bukur e cila thotë thuluthu o thuluthu kathir, kur mbushet 1/3 s'ka dyshim që është shumë. Me shpresën e të Madhit Zot do të jemi sërish së bashku sot, duke ju lutur Zotit që të na i ketë pranuar lutjet, duat, veprat e mira. Në Zotin e Madh që të jetë ky Ramazan një shkak dhe një arsye më shumë që dalim faqebardh para Zotit, të jemi me të vërtetë ashtu siç thot Zoti në Kur'an, të certifikuar me devotshmëri me muajin e Ramazanit. Atëherë, siç e kemi bërë traditë, shohim edhe komentet edhe pyetjet cilat ka të drejtë ky asistenti këtu, thotë sot është dita e 11, thotë. Pse i kisha fiksuar 10-ën? 10 ka qenë dje fiks. Atëherë sot është dita e 11, pra kemi kaluar 1/3. Prandaj dhe do të më qenë të kujdesshëm. Pra i bie që të ketë mbet nga Ramazani edhe 18 ditë. Pra, nëse sot është dita e 11, atëherë kemi edhe 18 ditë. Atëherë po fillojmë me përshëndetjet, selam dhe përshëndetje nga Franca, selam dhe përshëndetje nga Vlora, selam dhe përshëndetje nga Augsburgu, selam dhe përshëndetje nga Zvicra, selam dhe përshëndetje nga Tirana dhe një mirëmëngjes të ëmbël si në pikë të mjesit. Zoti ju ruaj gjithëve edhe ju nderoft edhe ju shpërbleft me xhenetet më të mira. Presupozohet që efektet e para të agjërimit të këtij Ramazanit të jenë ndier tek secili prej nesh. Selam, thot nga Suedia, aleikum selam. Që do thot, për shembull, selam nga Berlini, aleikum selam. Për shembull, presupozohet që ti mi të bërë më të ndjeshëm gjatë leximit të Kuranit, aleikum selam nga Paradisi, nga Ulqini, ti jemi bërë më të kujdesshëm ndaj suneteve, ti jemi më të mirë në sjellje dhe në edukat, sepse supozohet që këto ditë pra ta kanë bërë punën e vet. Selam nga Shkoza e Podujevës. Kemi dhe ne një Shkozë në Tiranë, pas ka dhe Shkozë në Podujevë, okay? Nga Romaja e Hasit, aleikum selam, rahmatullah. Kam vllaj dhe më falë mbrapa akşamit dhe nga perëndimi i diellit. Kam bërë gjëra që janë të preva se unë fal vetë 5 vaktet, mbaj Ramazan. Rejan, nuk e kemi fort qartë të pyetjen tënde, inshallah përsërit edhe një herë. Nga Berati, aleikum selam, rahmatullah, aleikum selam nga Mitrovica. Inshallah thot do shifni në Oslo të shtunë me shpresë të Allahut. Selam nga Tetova, aleikum selam, selam nga Shkupi, aleikum selam rahmatullah. Selam nga Austria, kam kunatën që fal thot 2 vjet. Vetëm sabahun dhe yatsin. A bëj gabim që ja kritikoj? Ti mundohu ta këshillosh, jo ta kritikosh. Elhamdulillah 2 vakte i fal ka, inshallah vash fal edhe vaktet e tjera. Selam nga Gjilani, aleikum selam rahmatullah, nga Malisheva, aleikum selam. Cila është një këshill thotë e jotja për ne që falim namaz, po se nuk e kemi përqendrimin e duhur. Që me pas përqendrimin e duhur në namaz duhet të kesh parasysh 3 gjëra. E para duhet përgatitesh para namazit, pra pastrimin, pastërtia, abdesin ta marrësh mirë, kujdesi e gjitha.
përshëndrimi gjatë namazit, që do thot njeriu në namaz e din se para kujt është dhe kupton se çfarë po thot, dhe gjëja e tretë që e bën njeriu më të përkushtuar gjatë namazit është fakti që njeriu e çon ndërmend vazhdimisht se ky namaz do të jetë edhe kapitali jon kryesor kur do dalim para Zotit. Selam nga Kërçova, aleikum selam wa nga Peza, aleikum selam. Selam nga Perunja, Mustafa Çela. Shëndetje, selam aleikum. Thot, gjatë kohës që presim të falim namazin, është mirë të bëjmë dhikra apo të lexojmë Kur'an? Të lexojmë Kur'an. Nga Tetova, aleikum selam wa rahmatullah. Amin dhe me ju gjithashtu. Nga Gjermania, aleikum selam wa rahmatullah. Përse kërcasin gjërat në shtëpi? Faktikisht mund të jetë edhe çështje fiksimi. Po ju lejni në shtëpi surën El-Bekare. Lejni të ndezur surën El-Bekare. A mund të lutemi për njerëzit tanë cilët kanë vdekur si jo musliman? Ne lutemi për ata të cilët, do të thonë, lutemi për mëshirë, për xhenet dhe për falje, për gjithë ata që do më thonë kanë ndruar jetë në besimin tonë. A prishet agjërimin se gjatë abdesit përshtymë pak me qëllim që të shmangë shpirin e ujtë? Jo, nuk prishet abdesit. Për pjesën të lartë të gojës me kolinos gjatë periudhës agjërimit, a është problem? Jo, nuk është problem. Ka vdek në ato para 6 muaj nga kanceri dhe ka gjurë gjithmonë dhe është falë. Dhe kur ka vdek, i si pyetje. Okay. Ka vdek në para 6 muaj nga kanceri dhe ka gjurë gjithmonë dhe është falë. Dhe kur ka vdek me përmendjen e Allahut. Çfarë shpërbimi ka? Zoti i dhon xhenetin. Zoti i dhon xhenetin. Zekat në të llogarosim për gjithë pasurinë që kemi ruajtur ndër vite apo vetëm pasurinë depozituar nga Ramazani në Ramazan? Për gjithë pasurinë, për gjithë pasurinë. Selam wa rahmatullah. Pra jo vetëm për pasurinë e depozituar nga Ramazani në Ramazan, nuk lejohet me hangër thojt. Si ha thojt. Jo për pasurinë e mbledhur nga Ramazani në Ramazan, por për pasurinë që ke depozituar, s'ka lidhje me Ramazanin. Për pasurinë e depozituar jepet. Aleikum selam. Selam nga Gjirokastra, aleikum selam rahmatullah. Gjirokastra ne kemi pikë të dobët. Se kemi një Habib nga Gjirokastra që e kemi Habib. Thot vëllai im, pra vëllai im ka për qëllim ju t'i postru mbrëm t'u fal akshamin në orën 8 darkës dhe po e fal nga perëndimi i diellit, mirë po vajta janë ndër preva. Vllai im thot duke fal mbrëm akshamin ka fal nga perëndimi i diellit dhe unë jam ndër preva. Mund ta orientoje namaz, pa ja prish, pa ja ndërprer, mund ta orientoje të drejtoje trupin nga Juglindja. Selam nga Friburgi, aleikum selam wa rahmatullah. Selam nga Durrësi, aleikum selam. A mundesh ta falësh vitrin të një rekat? Po, lejohet. Jam i lashë dhe agjëroj. Allah ta shpërblet, po mos e mundo veten, nëse të më tonë mos e është. Nga Shkupi, aleikum selam wa rahmatullah. Aleikum selam wa rahmatullah. A mundet me thanë zekat? A mundet me e dhanë zekatin në 2 familje? Po, mund t'jepet zekatin në më shumë se një vend, nuk ka asnjë problemi. A bën gjuna nëse nuk agjeron, nëse ka problem me stres dhe depresion, nuk ka mundësi ekonomike, mund të trajtuar me mjek. Ndoshta. Ja, për kam fali këndin, 1 orë para kohës se kam pa orën nga bim. Hajë, inshallah, stresit 0. Ali Brardi nga Durrësi.
Pe? E kapi, kam mërë asistenti. Për që paguash ti? Ma hangër thajtë. Qarë. Kapi pra, kërëm gjumë, po më shifë mu si flej gjumë. Selam nga Grazi, selam nga Dorsi. Nëse udhtojmë aviona, mund ta mbaj agjërimin nëse e mban mbaje. Selam nga Kosova, aleikum selam, selam nga Saranda, aleikum selam, kemi shumë vëllezër dhe motra nga Saranda. Selam nga Pez Helmasi, aleikum selam, selam nga Modena, Itali, aleikum selam. A lejohet me flet me çuna në dhom hoteli, po që goci jo. Qose i goc nuk lejohet. 1-0 për Hoxhën. Vesh në plasën për ballit. Alhamdulillah. Selam nga Stuttgarti, aleikum selam, rahmatullah. Nga Elbasani, aleikum selam, rahmatullah. Nga Mantova në Itali, aleikum selam, rahmatullah. Nga Franca, aleikum selam. Holm Aziz Jafali Marok. Ajde me besha thot ky. Hajr, selam nga Berlini, selam nga Kamza City. Shqipje që thot ky Aziz Jafali. Aziz Jafali, shqipje? Që është? Holland 06621 Aziz Nga Vjena, aleikum selam, rahmatullah. A lejohet me shtysë fyrin? Jo, nuk lejohet. A gjërët e kam djalin 2 mush dhe 3 vajzat tjera, po më ikin namazet e ditës. Nuk duhet ikin namazet e ditës. Falin në Kur'an dhe ullur. Sa larg duhet ta mbaj Kur'anin? Aj sa ta lexosh. Aleikum selam. Unë agjëroj, por ditën piva një kafe pa dashje. S'ka gjë. Pejgamberi sa më ka thënë, kush han ose pin pa dashje, e ka dhurat nga Zoti. Greqia thot, a bën gjynan që se e hajmë syfyrin qësore para se të zbarë drita. Ti referoj një aplikacioni edhe aty ku thot Fajr, aty ndalo. Selam nga Presheva, aleikum selam, selam nga Amerika, aleikum selam nga Allah. Nga Belgjika sërish. Nga Fieri, nga Zvicra. Nga Klosi, aleikum selam, nga Brezovica, aleikum selam nga Allah. Nëse mbet në një grim të ushqimi pasi kemi larë dhëmbët, a prishet agjërimi? Nuk prishet agjërimi. Assalamu alaikum, aleikum selam, rahmatullah. A do jesh në falet Tel Aviv në Tiranë me datë 22, inshallahu ta'ala. Zekati duhet të jepet gjitha brenda një dite apo mund të jepet edhe në Zekati duhet të jepet i gjithë brenda një dite apo mund ta japësh një pjesë të pjesën tjetër gjatë vitit deri në mbylljen e tij? Jo, duhet të dhënë në momentin që obligohesh. Atë ditë që obligohesh duhet të dhënë. Burrin punon në kuzhinë, ja e prish agjërimin se lavapjati është femër dhe gjatë servisa e kalon për të vendosur pjatat. Në shumë raste kërkohen me shpatull ose me kurriz me burrin tim. A i prishet agjërimi burrit? Jo, inshallah. Se e ke burrin mashallah në besim. Nuk i prishet. Kur jesë muna mund agjërosh se me zort jemi tu agjinu. Allah të lehtësoft. Ku është koha më e mirë me bë umre? Ramazani ose muajt e shenjtë. Amin, aleikum selam. Që thot? Selam nga Poradeci, aleikum selam, rahmatullah. Selam nga Italia, nga Dorsi, aleikum selam. Shumë gërdit në ushqim, s'mund ha. Gërdit në do të thotë kështu, ka merak. Ka shumë merak kur ha në ushqim. Hajr inshallah do shkosh një javë tur në Afrikë. Të shofësh si jetë njerëzit atje dhe s'kemo gërditin dhe asgjë. Tham pra umre, tham në Ramazan edhe në muajt e shenjtë. Si llogaritet
zekati kur të ardhurat janë përbashkëta. Shifrën e mbledhur pjestohet për 40 dhe bie rahat. Stresit zero. A lejon pikat të sy, a prish në gjerimin? Jo. Selam thot nga Vittorio Veneto, Itali. Aleikum selam. Sa kohë nga përfundimi i Ramazanit deri në dhënien e zakatit, për ne që jetojmë jashtë, s'kemi si kujt t'ia japim. Si sa kohë nga përfundimi i Ramazanit deri në dhënien e zakatit. S'ka lidhje, zakati ka të bëjë me kur është bërë obligim. Është arrit kuota apo jo, nga Piza, aleikum selam. Nga Shkupi. Thot na mungon shumë namazit të rabirë në gjamindin e Hoxha. Alhamdulillah, inshallah pini. Selam thot nga Elbasani, në falim shpirë dhe nuk dim sure, i falim shkurt. S'ka gjë inshallah, i pranon Allah. Jemi në Mekë, Maseria, ke kome në pikë kafe, të shofim. A mund t'jepen dhe tani vitrat? Po, mund t'jepen, s'ka se problem. A mund të falem për në sikël? Jo, nuk mund falës. A lejon surës Shqip gjatë namazit? Jo, do unë lexuar si që është në original. Nga Wales i Austrisë. A është gjuna dikush që nuk agjeron sepse ka problem me stresin, depresionin, dhe nuk ka mundësi ekonomike për mjekime. Do më thonë, ky kur nuk agjeron, i ikën stresi dhe depresioni. Aleikum selam wa rahmatullah. Aleikum selam wa rahmatullah. Ne po e bëjmë umrën me agjensinë Medina Umre Travel. Amin dhe ju e sot e shpëbleft. Kur është më e mirë me dhënë zakatin, sa të mbushet viti, s'ka lidhje koha. Amin. Amin dhe juve, nga Trevizo, aleikum selam, nga Hamburgu, aleikum selam, nga Kavaja Heroike, aleikum selam, rahmatullah. Nëse je gjunub, do të thonë të pas marrëdhënia duhet më u la krejt teshat e çfarë? Jo. Thjesht lan trupin. Para 2 muaj kam humbur vëllan 39 vjeçare, ka bërë 2 vrasje. Pse gjithë më thonë ka shkuar nga Zoti. Çdo gjë është shkuar nga Zoti, padyshim. Pavarësisht se kush ka qenë aktori i bërjes së gjës. A më i cili ka shkruar dhe pa shikuar edhe i herë se duket më kapi. Se kemi në farë hiç. E të lezu komentet. U habitet dhe asistenti me komentet. Atëherë thot, vllai nga humbur jetën 39 vjeç ka bërë vrasje. E pse gjithë thojnë se është të shkruar, por çdo gjë është e shkruar nga Zoti. Oh, Allah, Zot. Selam nga Bern, nga Italia. Arritë namazin me xhamat, namaz pa shkuar në sejdë në rekatin e parë. Quhet sikur ka kapi rekat, nëse ke kap deri para rukuje, po. Jetoj në Itali dhe një ditë nuk ka qërova. Konsiderohet ajo ditë me agjerim ditën e Bajramit, jo. Ditën e Bajramit nuk lejohet. Mas ditës Bajramit lejohet. A duhet të kemi patjetër shami kur lexojmë Kur'an? Është kusht? Jo. A mund të falemi pa shami? Jo. Patjetër duhet të vendos shamin.
Kur dikush të thonë para për qëllim të caktuar të ndihmës, a është haram ti marr ato para? Nëse dikush të jep parat me një qëllim të caktuar, duhet shkoj paraja sipas qëllimit. A mundemi mbas iftari një kafe me pi, jam në Mekë, habibi. Sa minuta mbas imsakut me fal sabahun? 20-30. Fitrat 4.000 lek vjetra ose 4 euro. Fol për tit, pje e saj, tik, tak, tak. A prishet agjërimi nëse përqafon burrin? Jo, rregullohet, nuk prishet. U bën e dy të di që kam stres, çohu natën, fal namaznate, ikën stresi. Kur të na vini në Karoma, inshallah kur të na ftoni si në kohën. Sa shtora? Okej, jemi mirë me kohën. Çfarë duhet bëjmë kur fillon të ndërtosh një shtëpi? Bismillah edhe vepro. Nëse ka vetëm një rekat në xhami, a quhet sikur kemi fal me xhamat? Po, inshallah, siç ka thënë pejgamberi, sa se kush arrin një rekat, është njësoj në sevap sikur ka arrit gjithë xhamatin nga fillimi. Ka ne pyetje që ka ik, asistent. Ku jeni këtu në Mekë? Po, në Mekë jemi. Du me taku mbas iftari. Vështirë pak se ne jemi nga ka u këtej i Mekës. Kemi shumë vështirë me dalë. Ne vetëm mas terapive mund dalim anej. Dikush me besoj një mall, pastaj më akuzoi se nuk ishin aq sa më kishte dhënë. Unë as nuk i mata, as nuk i numrova. E më djesh shumë keq. Si i kam besu dikut dhe më kanë bërë kurs për të bërë. S'ka gjë. Fjala është fjala jote, jo fjala e tij. Fjala është fjala jote, jo fjala e atij. Pra, nëse unë i them dikujt më marr këtë gjën dhe pastaj i kërkoj një shumë parash që s'ka ekzistuar në atë gjësen, atëherë unë kërkoj më marr diçka. Pra, se tham? Pra, nëse dikush i jep diçka dikujt, fjala është fjala e atij që është i është dhënë, pra edhe i herë. Ta bëj me shembull. U trash qik mua beti. Hajde, hyr. Pra, dikush i ka dhënë dikujt disa lek për t'i ruajtur. Okej. Nuk i ka numru. Dhe bin konflikt. Ky thot kam dhënë 10.000 euro, ky thot jo, unë i kam marrë siç më ke thonë ti, edhe këto janë, edhe aty dalin 9.000. Fjala kujt merret për bazë? Fjala e këtij që i është dhënë porosia dhe jo fjala e dhënësit. Dhënësi, nëse do të ishte korrekt, do të kishte numëruar në sy. Këto janë 10.000 euro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.000, që lal aty. Në momentin që nuk e ka numëru, dhe ky tjetër i ka marrë në mirë besim, fjala në rastin e konfliktit është fjala e marrësit, që i ka marrë në amanet. Është e lejuar për gratë me fal taravit në xhami? Patjetër që po. Selam nga USA, selam. Të gjithë duhet japin zakat për përjashtim? Jo, nëse arrin depozita një muaj, nëse arrin depozita një vit, në një kohët që është minimalja, 7.500 euro, nëse ti ka zonë viti, obligohesh, jo të gjithë. Sepse nëse do ta ishin gjithë zakatin, atëherë kush do ta merrte? A është haram të krysh në gjë në banjo mbasi ke ngrënë darkë? Çfarë do bësh në banjo më pis? Çfarë do bësh në banjo? Në Amazon nuk bën me bë asgjë. Me pas kujdes. Minë që dhe bashk. Nëse i rri afër nga syfyri deri në iftar, se kështu që gjova nga i hoxh, a më quhet agjërimi?
A paksohet shpërblimi në sirri afër burrit? Jo, më ja. Shpërblimi është i plot. Selam nga Hanoveri, valim selam nga Allah. Ha? Për të shtohet shpërblimi. Asistent, shkruaj pyetjen këtu. Gjithmonë në Ramazan më ndodh si më akuzojnë me pa drejt. Bëj sabër. Lej Zotin. Bëjmë se në të pi kafën për me mbyllë syfyrin. Ku në qa shteti është kjo? Sepse në Tiranë është mbyllë 4:23. Ne në Arabi e kena mbyllë 5:18. Ky inshallah duhet të jetë në haun ose në mars duke agjëru. Androhet një mall me 2, pra t'japim 2 të marrim 1. Varet është tek mallat e kamatës apo jo. A falet namazi në dhomë të gjumit? Po, falet, s'ka asë dhe problemi. Edhe direkt në krevat. A dinë se ku janë varret e gjithë profetëve? Jo, nuk dinë gjithë. Janë 124.000 profetë. A leo të shkruash me gocën kur je me agjerim? As me agjerim, as pa agjerim. A prishet agjerimi? Jo. Selam nga Zvicra, valikum selam. Chicago, valikum selam, natullah. Së në harronë për duave, inshallah. Kam nisë Kuranin me bohatën, inshallah, po kur do të vinë me stacionet a mund të lexoj, kam mendim që lejohet. Nëse jemi smurë dhe direkt, pas iftarit kemi vjellë, pirja ujit për shprar frytin, a i prish agjerimin, mbas iftarit i në rregull, o vlla, çfarë lidhje ka? Selam nga Osnabrück, alaykum selam, Allah. Zoti na pranoft, amin. Çfarë dallimi ka namazi vetëm dhe xhamat? Me xhamat ka shpërblim më të madh. Selam nga Italia, nga Torino. Amin, të të bash, selam nga Zvicra. Sa shkora? 6:55. Sa? 6:55. E Shqipërisë, 4:55. Ka ardhur kohë i kametin. A prishet agjerimi nëse nis ditën në Gjermani dhe bën iftar në Kosovë? Jo, s'prishet, në rregull është agjerimi. Nuk është kusht ta çelësh aty ku e ke nis. Si ka mundësi që Ramazani i këtij viti është 29 ditë, vitet e tjera është 30. Pejgamberi sa më ka thënë muaji hënor është 29 ose 30. Këtë vit i ka qelluar 29. Stres zero. A leo të ndrosh një send që është më i shtrenjtë se ai tjetër që po merr varet, a është tek listimi i kamatës apo jo? Po Gradeci, alaykum selam, Allah ju rrit. Si tha? Okej. A do bësh një ditë në Pogradec, inshallah. Amin dhe selam nga Toronto. Se jemi të smurë dhe pas syfyrit direkt kemi vjella, prishet? Jo, prishet dhe tham. Se nëse udhëtari duhet ma gjuru, udhëtari bën si të doj vetë. Në Zvicër mbyllë syfyrin 50. Aq, aty rinin 50. O që se udhëtari e obligu ma gjuru, jo, mund të agjërosh më vonë. A mund të falet në shtëpi kur nuk ke mundësi me shku në xhami? Po. Amin edhe ju, selam nga Opoja. Kam hëngër 30 hurma, thotë. Allah të letë saftë. Nesër boj 40, inshallah. Kam xhamin 2 minuta larg, nuk shkoj me fal sabahun, se këtu në Zvicër është akoma errët. Dhe 20 minuta pas imsakut falin sabahun, falun në xhami vlla. A lejohet shisha në xhileja? Jo, haram. Para farzit e falim 4 sunet dhe mbas kemi thënë ndërkohë që ju keni thënë 4/4. Ka dhe hadith tjetër që thot 4/4. A pranohet namazit e gratë pa ikamet? Po, pranohet. Edhe ke burrat pranohet pa ikamet, jo më ke gratë.
Është mirë të lutemi në fars apo në synet? Në të dyja. Nëse agjimi fillojmë në Itali dhe iftarin në zënë Kosovë, sipas cilës orë duhet ta çelim. Aty ku zën, sipas orës ku zën iftari. Kam ndonjë domethënie pse e mani orën në dorën e djathtë. Gjërat e mira zakonisht bëhen në dorën e djathtë. Pejgamberi sa më pëlqente ta përdorte gjithmonë dorën e djathtë, gjërat të hajrit. A do sprovojnë njerëzit e paditur botën tjetër? Njerëzit e paditur do të sprovohen në një formë tjetër, jo si kjo jona. Nëse jap iftar diku për prindit e vdekur, a i shkon se vapi? Po, i shkon. Qa mendim ke për këto hoxha që thotë lejo të hash akoma kur mbaron se fyri? Larg këtyre që thonë lejo të hash edhe mbas së fyrit. Larg këtyre. Kam gjalin 14 mëngjes dhe mbas së fyrit nga ora 7 mëngjesit vollë, e prishet agjërimi? Jo. Nëse nuk ka bërë me provokim, nuk prishet. Qa lutje ose dua të bëjmë më shpesh kur jemi agjërueshëm? Falje, xhenet. Këtu ku falem unë, imami shpjeton shumë të rafit. Si të veproj falem në xhami, s'ka problem. Imami është garantues, nëse e fal mirë, mirë për imamin dhe për xhamatin. Nëse e fal keq, mirë për xhamatin, keq për imamin. A Perugia në Itali, selam. A duhet çdo namaz me thonë kametin? A duhet çdo namaz me thonë kametin fars? Po, duhet. Ta që gjërën ditë mbetura, duhet sikur kanë agjëruar në Ramazan? Po, me kalendar ecin. Sa sunet duhet përmbushet dita, minimalja 12. A le shkurtimi namazit kur jenë punë 30 kilometra larg? Sipas mendimeve, ka mendim që thotë po. Po lekë do të jep. Okej. Po lekë si jepim me dorën e djathtë, normalisht me dorën e djathtë. Nëse unë dal në 14 mas për të bërë tregti nga që mbushen rrugët plot me njerëz, a është gjuna? Jo, s'është gjuna. Vetëm mos të simbolikat të kësaj feste. I kam 5.000 euro dhe i kam ari 10.000 euro. Sa duhet t'jap për të dyja? 15. Ashtë vërtet që në Mekë një namaz është sikur ke fali 100.000 namaze? Po, sakt. A lanë dhëmbët mbasi mbyllës së fyrit? Po, mund të lanë, po me kujdes, mos shkoj gjë poshtë. Me imamin që shpejton, falën në xhami, s'ka lidhje, nëse do më fal prap, falu në shtëpia prap. Volla sepse me veroz dhe piva, ujë 30 minuta mbasi ishte mbyllur. Për shpërar fytin. Nuk, atëherë, hënga se fyr volla sepse jam në veroz. Dhe piva ujë 30 minuta mbasi është, jo, prishet. A është imsaku bidat? Varet se çfarë ka për qëllim autori me fjalën imsak. Nëse është për qëllim ezani i dytë, pra hynja e sabaut është okej. Selam rahmetullah. Amin dhe bashkë. Por të merë dikush në telefon, kush i selamin i pari, a i që të merë. A mund të lash duka që? Po. Po na mungon hoxha Besmir në Lugano, mund ta merrni, nuk ka asnjë problemi. O lejohet grave që ta falin nga shtëpia, lejohet, nuk ka asnjë problemi. Amin dhe juve Zoti shpërbleft. Ahlan wa sahlan bil imam al a'zam. A thirët e zanë sabat nëse falë në vetëm? Po, thirët. A këto me lutje, Zoti shpërbleft edhe nderoft. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan bil imam al a'zam. Hayyak Allah.
Agjerim të lehtë dhe të pranuar. Amin, amin, ja Rabbel Alemin. Zoti na i pranon të gjithë, ja Rabb. Allahu na i pranon të gjithën. 73. 73 është. Çfarë bëhet kur je me të gjitha fet, i pa fe? Kur je me të gjitha fet, do të thotë që je i pa fe. Deri në çfarë ore falet sabahu, deri në lindje të diellit. A prishet agjërimi se pas 13 me pas duke qenë agjërueshëm? Jo, nuk prishet. Zoti po thot ka hy Hoxha Elvisi, po e pash, prandaj thash ehlen wa sahlen bil imam il azam. Prandaj thash mirë se erdhe në mesin ton imam i nderuar. Hoxha Elvisi është habibi jon. Po thonë kush e pin duhanin, por nuk e kalon stomak, nuk e prish agjërimin. Si thot, kush e pin duhanin, por nuk e kalon stomak, nuk e prish agjërimin. Të lutem na sero. Ky ja ka fut kot. Ky ja ka fut kot. Pirja e duhanit e prish agjërimin. Pastaj o mendin dritur, duhani nuk shkon stomak. Duhani nuk shkon stomak, o mendin dritur. Duhani shkon në mushkëri. Po e thojnë thot, kush e pin duhani për nuk e kalon stomak. Do t'jesh racë elefanti që shkoj duhani në stomak. Se njerëzve nuk i shkon stomak. Që na thoshin neve kur ishim vegjël. Çoje mbark. Ej, Zoti më alhamdulillah. Vitrat këtë vit, 4.000 lek. Allahu ju dashtë dhe juve. A ka shumë obligim me Ramadani në haxh? Po, haxhi është në vete, Ramazani është në vete. Nuk ka lidhje. Në dy gjëra të ndryshme. Është obligimi i pejgamberit për farzët, për femrat, po edhe femrat duhet ta trasin. Selam nga Zvitra, aleikum selam wa rahmatullah. A lejohet me marr abdes më shumë se 5 herë gjatë ditës së agjërimit? Mundesh 5, 10, 15, 20. Rri gjithë ditën të marr abdes po deshe, alhamdulillah. O është thot na merr dhe neve në herë për umre. Patjetër Abibi, do t'i marrim inshallah. Kur të qethen vitrat. Si quhet xhamia ku ju faleni në Tiranë? Xhamia Dine Hoxha, rruga Kavajës, Tiranë, Albania. Kam infeksion në dhëmb dhe po marr antibiotik 3 herë në ditë dhe nuk mund ta agjëroj. S'ka problem, agjëro më vonë. A mundem me i fal 2 namaze bashkë nëse s'ka mujt me i fal në kohë? Kujdes, po se bo rrugë. Pse gjatë çdo Ramazani ndjej veten sikur të smur, ndjej lodhje dhe dhimbje? Nga që si e mësu, nga që nuk flen mirë, edhe normalisht kështu duket. Selam nga Slovenia, aleikum selam wa rahmatullah. Kam dëgjuar që kur agjëron nuk duhet i presësh flokët, larg budallëve. Po ne që i kemi rrujt për umre. A është e vërtet se duhet të hajmë 10 minuta deri para sabahut, ndiq kalendarin. Të presin në vetë zikon. Allahu ju i Zotin në roft. Jetoj në Angli, a duhet se s'bën të atras me zanë kur falim shpi? Po, me zot ulet. Edhe i kametin me zot ulet. A mund flen gjumë pas sabahut? Po, mund fleni. Po palon punët jashtë, si me thonë pa plotësu. Namazin xhumas ne grata mund ta falim shtëpia, jo, ju falni drekën në shtëpia, nuk mund falni xhuman. A mund ta falim sabahun më njëherë si përfundon së fyri? E kemi thonë këtë përgjigje, kemi thonë gjysë ore mas imsakut. Selam nga Oslo, aleikum selam. Emigrantët mund të japin vitën e tyre? Po, mund të japin.
Sa është rëndësishme të numërojmë në Islam tek pjesa e tesbive, për shembull emrat e Allahut, nga 100 herë e kështu emrat me radhë, s'ka argument, është bidat. Nuk bëhet dhikr vetëm me emrat e Allahut. Pa ti nuk mund të bësh dhikr duke thonë Allah, 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 Basir, Basir, Rahman, 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 Rahim, 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 nuk ka, është bidat. Jetoj në Itali, sa lek për 4 persona duhet t'jap shumë zoje për 4. A është vërtet se duhet të hajmë sifrë e tamë këtë. Selam nga Firenze, aleikum selam. A është vërtet që agjërimi është më i lehtë në muajin e Ramazanit, vërtet, shumë e vërtet. Shqip 6 ditësh në Shevalit, si përpëlitën në vëllezërit dhe motrat në 6 ditësh në Shevalit. Një pjesë e madhe u shpëton 6 ditësh në Shevalit, sepse Ramazani leson vetë Allahu xhel xelalu. Nëse arrim lekët e haxhit, mirë, por në atë moment na del edhe një hall i madh. Marro hallin, pastaj bëjmë haxhin. Kur merr abdes dhe ngatron lak kokën në fund, s'ka gjë, inshallah stresit zero. Nga Amsterdami, aleikum selam wa rahmatullah, gjim kleta një. Bon dua hoxh se keqe kena punën, jena bo për vitra. Allahu të letë soft. Cilin vend nuk e qenë asë njëherë dhe këtë shish shkosh në Amerikë. është duke më mbaru bateria, hoxh, thot, edhe sa i live. Unë e kam e vati këtë, sa shtora, se kemi atë e për shkuke. 70. Sa vjetë Leo ta gjosh, nga 12 vjeç e lartë, 13 vjeç e lartë. Sa shtora? 70 vjetë. Okej, do ta mbyllim inshallah se dhe ju duhet falni sabahun atje. A lejohet që një baba që fal 5 namaz me marr gocën e vet, me lënë 2 fëmijë në gjumë dhe me ik, me shkatru familjen? Normal që nuk lejohet. Allahu le të sot denoncoje. A lejohet ta gjohet në file me 2 njete, mendimi me i saktë që jo. A mbyllet për imsak së fyri, për imsak. Kur të vetë zanin, një imsak. A lejohet me majt vetëm 10 ditëshin e fundit, po filloj herë ma e herë 10 ditëshin e fundit, pastaj avash avash. 20 minuta deri gjysmë orë mbas imsakut falet farzi. Kam 18 vjet që agjëroj, po 5 vjet, 6 vjet që fal 5 vakte. Am pranohen agjërimet pa namaz? Po, inshallah. Kemi sqaruar. A duhet ta këndoj gruaja? Po. A quhet namaz e ballt, se kam falë më njëherë mbas imsakut, herë tjetër falë 20 i gjysmë orë mbrapa. Selam nga Datleni, Gjermani. Nga Feriza, desha më pyet në rekat e dytë dhe jam habit dhe me elhamin, po kam himi një herë në kullu valla. Am pranohet, duhet përsërit. Nëse jem punë prej orës 4 deri në 1 dhe pastaj flen gjuma, quhet Ramazani? Po, inshallah. Do të nëse kërkoj dije el alim, el rashid, el hakim, jo, nuk ka kështu dhe dhikër në islam. A është e vërtet se është hyrë rekordi i umrës këtë vit? Po. Ne në ditën e xhuma ishim, kanë bërë umre atë ditë 500.000 umregji. Jetoj në Itali, nuk ka xhami dhe i fal vaktet në shtëpi, shumë mirë bën. A është haram me punu me kamerën e përdasme? Po. Tu xhamia ku falë muezini 3 ka mbeti 1 minutë para. Stresit zero. E marr përgjegjësinë xhamia. Selam nga Austria, ordinarë, super. Allah ta shpëlet. Ora vesh nata e 4 vendos me si 6, është e vërtet?